Në një zhvillim të fundit në konfliktin e zgjatur mes Rusisë dhe Ukrainës, presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur një armpushim të përkohshëm me rastin e pashkëve ortodokse. Sipas Kremlinit, ndalimi i luftimeve nis të shtunën në orën 16 dhe zgjat deri në fund të së dielës dhe përfshin të gjitha drejtimet e frontit. Putin deklaroi se pret që dhe pala ukrainase të respektojë këtë pauzë, ndërsa njëkohësisht ka udhëzuar forcat ruse të qëndrojnë në gatishmëri ndaj çdo provokimi apo shkelje të mundshme. Ky veprim po interpretohet nga analistët si një përpjekje e Moskës për të marrë iniciativën diplomatike në një moment kur përplasjet në teren mbeten intensive. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e sinjalizoi gatishmërinë e Kievit për një përgjigje simetrike dhe vuri në dukje nevojën që qytetarët të përjetojnë një fest pa frikë dhe kërcënime. Ai shtoi se Rusia ka mundësinë të mos rifillojë sulmet edhe mbas përfundimit të armpushimit, duke kthyer këtë hap në një mundësi reale për uljen e tensioneve. Ideja për një ndalesë të përkohshme të luftimeve ishte diskutuar më herët gjatë javës, me përfshirjen e Shteteve të Bashkuara si ndërmjetës. Një pauzë e tillë do të sillte lehtësim të ndjeshëm, si për trupat në vijën e frontit lindor, ashtu edhe për civilët që jetojnë në kërcënimin e vazhdueshëm të sulmeve ajrore. Megjithatë, skepticizmi ende mbetet i fortë. Ukraina kujton raste të mëparshme kur armpushime të shpallura nuk janë respektuar në praktik, ndërsa Rusia akuzon Kievin për shkelje gjatë pauzave të njëanshme. Ky mosbesim vazhdon të minojë çdo përpjekje për marrëveshje më të qëndrueshme.